Moderatorja e njohur Kiara Tito ishte e ftuar këtë të hënë në emisionin Ndryshe me Salsano Rapin dhe Elona Duro në Top Albania Radio, ku ndau me publikun detaje interesante nga jeta personale dhe ajo profesionale. E njohur për karrierën e saj të suksesshme në televizion, Kiara foli për lidhjen e ngushtë me familjen dhe planet e afërta që pritet të konkretizohen. Një nga momentet më të spikatura të intervistës ishte zbulimi një projekti të ri që ajo po përgatit së bashku me bashkëshortin e saj, këngëtarin dhe fituesin e Big Brother VIP, Luiz Elin. Çifti i ndjekur gjerësisht nga publiku ka nisur planifikim për një film, një projekt që për herë të parë u bë publik nga vetë Kiara. Jemi duke u organizuar për të bërë një film bashk, është hera e parë që e them, ai e ka përmendur diçka edhe në rrjetet sociale, por pa asgjë konkrete. Tani jemi në hapat e parë sepse një film kërkon shumë kohë dhe përkushtim, u shpreh moderatorja. E pyetur mbi përmbajtjen e filmit, Kiara la të kuptohet se dashuria do të jetë një element thelbësor. Sigurisht që do të ketë edhe dashuri brenda, ku do të shkojmë ne të dy pa transmetuar pak dashuri. Ky projekt pritet të sjellë në ekran një dimension të ri të çiftit, duke bashkuar pasionin për artin dhe ndjenjat që i lidhin.